Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi edhe ditën e sotme me mua Tirona Lilin për të ndarë ngjarjet më të fundit dhe në fakt për të komentuar gjërat më interesante që po ndodhin tashmë në jetën e artistëve shqiptar, por edhe në të afërmit e tyre. Dua të ndaloj tek një video që ka marrë viralitet të madh në rrjetet sociale, konkretisht në TikTok, një moment ku moderatori Big Brother VIP Albania Ledion Liço është duke shpallur fituesin e Big Brotherit, Gjestin, dhe nëna e Eglit dhe motra e Eglit të pozicionuar në këndin e majt të studios të ulura pranë shkallës, menjëherë ku Ledioni futet në studion e Big Brotherit, ngriten në këmbë dhe gëzohen, duartrokasin pafund që Gjesti është fituesi i Big Brotherit. Do me thënë, prindërit e Eglit dhe familja e saj janë shumë të lumtur me përzgjedhjen që Egli ka bërë dhe me Gjestin si djalë. Nata finale Big Brother VIP Albania 4 ishte një rufe emocionesh, ndjesish dhe shpirtrash që dridheshin bashkë me frymëmarrjen e një kombi të tërë. Teksta publiku mbante frymën për të mësuar se kush do të rëmbente çmimin e madh në një shtëpi të thjeshtë, larg dritave të forta të televizionit dhe brenda në studio të televizionit, nëna dhe motra e Eglit ishin ulur përballë kamerave që incizonin live-in. Me sytë që u shndruan në pasqyra emocionesh edhe të sinqerta. Kur fituesi, Gjesti, u shpall fituesi këtij edicioni historik të Big Brother VIP, nëna e Eglit shpërtheu në lot gëzimi, jo thjesht sepse kishte fituar një personazh i dashur, por sepse kishte fituar djali që i kishte pushtuar zemrën vajzës së saj. Ishte një moment shumë i bukur. Lotët që rritnin në sytë e nënës e Eglit nuk ishin vetëm për një fitore në reality show, por për një fitore të dashurisë të vajzës së saj. Tregojnë burime të afërta me familjen Tako, ato lot nuk ishin as pak lidhje me çmimin e madh apo famën. Ishin lot të një nëne që kishte ndjekur me zemër në dorë çdo moment të Gjestit në shtëpi, jo si fans, por si një nënë që sheh për herë të parë burrin që i ka rëmbyer zemrën vajzës së saj dhe e miraton atë. Në atë natë të parueshme dhe motra e Eglit, një vajzë ndjeshme dhe larg syrit të medias, ka reaguar me entuziazëm, duke shpërndar më të afërmit emocionet edhe urimet. Ajo u përqafua fort me nënën e saj dhe kanë përjetuar një moment të veçantë, një shenjë që Gjesti nuk është thjesht një emër në ekran, por dikush që ka hyrë në zemrat e tyre. Kjo sjellje shërben si një kundërpërgjigje e heshtur për të gjitha thashe theme që kanë qarkulluar kohët e fundit, se familja e Eglit nuk ishte plotësisht dakord me lidhjen e saj me Gjestin, ose se kishte rezerva për stilin e tij apo mënyrën se si ai u ekspozua brenda shtëpisë më të famshme në vend. Por në atë natë gjithçka u bë e qartë. Dashuria midis Eglit dhe Gjestit ka jo vetëm një mbështetje, por edhe bekimin e plot të nënës edhe të motrës së saj. Për një nënë më e rëndësishme se çdo famë apo çmim është buzëqeshja e vajzës, dhe Egli ka shkëlqyer gjatë gjithë këtij rrugtimi, jo vetëm si një artiste, por edhe si një dashuruar që qëndroi e rezervuar, elegante dhe besnike ndaj ndjenjes së saj. Shprehen miq të afërt të familjes Tako. Gjatë netëve që Gjesti luftonte brenda për të mbajtur balancën mes lojës dhe zemrës, jashtë nëna e Eglit ka qenë djegëse e heshtur por shumë e vëmendshme. Në çdo dalje motra e saj, në çdo sjellje të Gjestit ndaj Eglit, ajo ka parë jo thjesht lojtarin, por djalin që mund të jetë një ditë dhëndri i tyre, do me thënë në këtë rast i burri i Eglit. Kjo ngjarje shënon një kthes të bukur në marrëdhënien publike të çiftit, pavarësisht spekulimeve që shpesh herë u përhapën për mungesën e një fotoje, një postimi, një reagimi nga Egli. Veprat flasin më shumë se fjalët dhe buzëqeshjet, lotët dhe përqafimet e familjes së saj treguan më shumë se çdo deklaratë. Në fund të ditës, ajo që mbetet është miratimi i heshtur, por i thelli një nëne dhe një motre për dashurinë e një vajze, dhe ky çmim
është më i madh se çdo lidhje që mund të fitoj. Është e vërtet në fakt që nëna e Eglit dhe motra e Eglit e kanë miratuar me shumë dashuri fitoren të gjestit, ato ishin tepër të gëzuara që gjesti ishte fitues, ato duartrokitën, brohoritën dhe videoja është virale në rrjetet sociale. Unë uroj me zemër dhe me shpirt që gjesti me Eglin ta vazhdojnë këtë dashuri që ndërtuan, ta vazhdojnë këtë miqësi që ndërtuan së bashku me familjen Kelmendi. Do t'ishte shumë e bukur një nuse e Shqipërisë në një vajzë nga Shqipëria nuse në Kosovë dhe një djalë nga Kosova dhëndër në Shqipëri, do t'ishte fantastike. Historitë e dashurive në Big Brother, të cilat kanë jetuar gjatë, tregojnë momente të bukura dhe ne duam realisht të shohim një dashuri të sinqertë dhe një dashuri të vërtet nga Egli dhe nga gjesti. Familja e Eglit, siç duket, e kanë miratuar me shumë ndjesi dhe dashuri këtë pëlqim të madh, tani pritet që të vendos vetë gjesti se çfarë do të ndodhë me jetën e tij. Po gjithsesi deri më tani fliten fjalë të bukura nga thashetemet për këtë çift.